Bismillahirrahmanirrahim. E fillojmë për herë me emrin e Allahut Madhreshëm. Nëse një njeri dëshiron të rritet e të piqet në mënyrë të shëndetshme, ky njeri patjetër duhet të krijojë një ekuilibër të brendshëm mes dy ndjenjave, të cilat janë brenda për brenda tij. E para prej tyre është ta njohë vlerën dhe dhuntinë e tij, pra ta vlerësoj vetveten e tij dhe aftësitë e tij, sepse Zoti i Madhreshëm e ka krijuar me nder dhe aftësitë veçanta, sigurisht. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë është ta kuptoj se bota nuk sillet rreth tij. Bota sillet rreth një plani që i ka caktuar Zoti i gjithësisë. Dhe nuk kërset kiameti në këtë botë për hallin tanë. Thjesht kjo quhet egocentrizëm. Egocentrizmi është një fazë zhvillimore e natyrshme tek fëmijët. Të paktën kështu thojnë psikologët. Veçanërisht nëse bëhet fjalë për moshat prej 2 vjet deri në moshën 7 vjet. Dhe gjatë kësaj periudhe, fëmijët e vegjël shpesh mendojnë se çdo gjë që ndodh në shtëpi ndodh për shkakun e tyre. Nëse ndahen prindrit gjatë kësaj faze, ata e fajsojnë veten dhe në një farë forme ndihen të pafuqishëm. Ky është një farë lloj egocentrizmi natyrshëm i fëmirisë. Por kur ky mendim mbetet edhe tek i rrituri, atëherë fillon të bëhet i dëmshëm. Domethënë, kur njeriu mendon se gjithçka në botë sillet sipas dëshirave të tij dhe duhet të jetë në përputhje me të. Dhe këtë farë smundje shpesh e dëgjojmë veçanërisht në shoqërinë tonë. Si rezultat i kësaj ndjenje, për fat keq shumë njerëz të rritur jetojnë sot të mbyllur në nevojat e tyre emocionale, të zhytur në ndjenjen e meritës, pra ata e meritojnë që gjithë globi mu sill për hatër tyre. Sepse ende nuk e kanë mësuar që bota nuk sillet vetëm për ty. Dhe kjo është një shaj e vetdijes ose vetëdijësimit të mangët. Një mësim të fuqishëm na jep vetë pejgamberi alayhis salam. Veçanërisht në tregimin e eklipsit, zërjes së diellit që pat ndodh në kohën e pejgamberit alayhis salam. Zënia e diellit ndodhi në të njëjtën kohë me vdekjen e djalit të tij, të birit të tij. Dhe këtë eklips njerëzit e lidhen me ngjarjen, e lidhen pra me vdekjen e birit të Muhamedit alayhis salam, që quhej Ibrahim. Por pejgamberi alayhis salam, duke qenë se është pejgamberi i Zotit dhe erdhi thjesht ta ngrisë vetdijen njerëzore në këtë botë, ai nuk e përdori këtë ngjarje për të treguar ose për ta manipuluar masën, siç pretendojnë shumë njerëz. Por pejgamberi alayhis salam doli dhe sqaroi se eklipsi i diellit apo i hënës janë shenja prej shenjave të Allahut. Ato nuk ndodhen për jetën as për vdekjen e askujt. Dhe nga kjo kuptojmë se bota nuk ndalet për askënd. Ky vetëdijsim na lejon të rritemi dhe të piqemi. Pra, nëse mendojmë kështu, i bie që ne po piqemi dhe po rritemi shëndosh. Të njohim veten dhe të punojmë për të mirën, të harruajmë individualizmin ose individualitetin dhe vetbesimin, dhe të kuptojmë se universi nuk sillet vetëm rreth nesh, por ai sillet sipas urtësisë dhe planit të Zotit Madhreshëm. Kësaj njeriu mëson durimin, mirënjohjen dhe përulësinë, duke gjetur qetësi edhe në dhimbje, sepse çdo gjë ndodh sipas urtësisë së Zotit Madhreshëm. E që kjo urtësi është më e madhe se sa çdo perceptim i kufizuar njerëzor. Prandaj duhet kemi kujdes nga ky lloj egocentrizmi i tepruar
duke menduar se gjithçka në jetë duhet sillet rreth nesh.